Do me thënë, fakti që qendrat janë bërë kjo diet dhe kjo tregon për një dështim të politikave ndërmarra nga qeveria Meloni për sa i përket projektit pra që ishte dhe që parashikoi në protokollin Itali-Shqipëri, është kritikuar më herët edhe nga opozita italiane për shpërdorim për atë ishte quhet pra thesari publik të fondeve, të parave pra të qytetarëve, sepse politikanët italian arrin ta thonë dhe në mënyrë më direkte të parave të italianëve, siç ka thënë Matteo Renzi. Ky është një fakt aktualisht, sepse duke parë numrat ne nuk mund të flasim vetëm për një dështim, pra siç thash më parë, por me ndryshimin e strukturës diçka mund të ndryshojë dhe mund të losë në favor të qeverisë Meloni.